Më 1 tetor 2000 ndodhi fitoria e parë e Edi Ramës dhe filloi fundosja e Partisë Demokratike në Tiranë. Kanë kaluar plot 25 vjet që qytetarët e kryeqytetit nuk votojnë PD-n, përfshirë dhe Lulzim Bashën, që humbi me 10 vota, por më pas mandati u dhurua nga KQZ. Po pse Tirana nuk e voton Partinë Demokratike as për bashkinë dhe as për qeverinë? PD nga një parti qytetare u shndrua në një parti provinciale, duke ngjallur reaksion në kryeqytet. Në vitin 2000, nga gara u përjashtuan 3 Tironas: Autentik, Dash Shej, Buron Kaceli dhe Bamir Topi. PD nga një parti e studentëve dhe intelektualëve përjashtoi dhe eliminoi të gjithë themeluesit e saj. Gjatë 10 viteve të para, 1991-2000, PD e shkatërroi kryeqytetin me kioska, ndërtime paleje, shtesa pallatesh dhe kaos urban. PD i dha prioritet pushtuesve dhe jo pronarëve autoktonë. Ngriti bastionet në Bathore, Kamës dhe periferit, duke stimuluar fenomenin Tokelzanun. Sot askush nuk pranon të kandidojë për PD-n në Tiranë, sepse humbja shihet e sigurt. Ndërkohë çdo kryetar bashkie i Tiranës gjatë këtyre 25 viteve, Rama, Basha dhe Veliaj, ka pasur ambicie për kryeministër. Pse nuk garon Berisha, Flamuri, Albana, Jorida, Ali Mehmeti, Gazmenti, Agroni, Polo, Pelindi? Pse disa vite më parë garuan disa personalitete si Besnik Mustafaj, Spartak Ngjela, Sokol Oldashi, Halim Kosova dhe sot nuk gjejnë emra? A është Tirana kaq e parëndësishme sa liderët demokrati shmangen garës, kur dihet që një fitore në kryeqytet do të ishte paradhoma e një rotacioni politik në zgjedhjet parlamentare? Në botë ka plot shembuj ku kryeministra kanë qenë më parë kryetar bashkie: Britania e Madhe, Boris Johnson, Londër; Italia, Matteo Renzi, Firenze; Franca, Jacques Chirac, Paris; Turqia, Recep Tayyip Erdogan, Stamboll; Izraeli, Ehud Olmert, Jeruzalem. Së fundmi, dua të rikujtoj një parull të vitit 1990 në protestat e para: Tirana heroike me Partinë Demokratike. Kjo parull mbulua nga zhuli i zheleve. Në vend të saj, tingëllon shpreha e Qazim Ulletit: kur katunaria zbret në qytet, kombi është më rrezik. Në fakt, satira e Qazim Ulletit nuk kishte parasysh fshatarët e thjesht, por provincialët, që ngjiten në poste në Tiranë, por mbeten të varfër në shpirt, të varfër në mentalitet, duke u rryer Tiranën dhe pengesë për civilizimin. Pikërisht këtë shet Tirana sot tek PD, një rrezik kombëtar. Ndoshta Qazim Ulleti e paska tepruar disi, por jo Dritoroa Golli kur tha: mund të nxjerrësh një katundar nga Katundi, por jo Katundin nga Katundari. Sot edhe po ndërruan 7 lëkurë, kryeqytetin se fitojnë kurrë.